sjell efekte të rritjen e kostove në produkte të ndryshme. Dhe përpasoj kjo reflektohet gjithmonë në ekonomi. Kur flasim për rritjen ekonomike, po flasim për periudhën në vijim. Dhe ende efektet e krizës nuk janë ndier ende plotësisht, sepse është gjithmonë vetëm periudha e parë. Pasi efektet e krizës do ndihen edhe në muajt të vijim, dhe nëse marrim vetëm një produkt, për shembull një lëndë të parë siç mund të jenë fertilizantët, të cilët janë shumë domosdoshëm për bujqësinë, nëse këto do mungojnë sot, siç realisht po mungojnë në këtë rast, ose kosto e lartë e këtyre produkteve që është lënda e parë që është sot, kjo do reflektohet te çmimi final i produkteve bujqësore nesër kur të dalin gjatë qershorit, korrikut, gushtit e merat. Që nuk kuptohet janë efekte që do zjasin. Dhe për sa kohë këto efekte zjasin, automatikisht këto reflektohen në ekonomitë kombëtare dhe Fondi Monetar ka bërë një rishikim të përqindjes ose të normës së rritjeve të ekonomisë pothuajse në shumë vende të botës, duke përfshirë Vendet Bashkimet Evropiane, Shqipërinë dhe Merat. Kjo do thotë që është në thonjza një naturalitet ekonomie ku ndodhemi në krizë të kemi një rishikim dhe një ulje të ritmeve të ekonomisë më pak se sa një ekonomi në kushte natyrore dhe në kushte pa krizë, në kushte të zhvillimit të natyrshëm do të quajmë. Dhe çdo krizë do thotë që do ta kurrë ekonominë. Në shumë raste parashikimet janë që mund të shojnë edhe në vende të caktuara edhe me recesion. Për një ekonomi si Shqipëria, në këtë rast kjo kurrje është natyrale në zhvillim.